Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me të gjithë ju vëllezër dhe motra të dashur. Vitin që sapo kaloi kemi hapur 2 musala të reja dhe 1 xhami në total, 3 vendadhurime të reja për besimtarët. Kemi mbyllur projektin e databazës për çdo xhami dhe musala për identifikimin e nevojave dhe vlerësimin periodik të punës. Këtu kemi identifikuar 13 xhami me nevoja të theksuara për restaurim dhe kemi bërë gati projektet dhe preventivat për katës dhe po shikojmë për donator që inshallah t'i rregullojmë dhe t'i sistemojmë. Kemi gjallëruar jetën fetare në xhami përmes mësimeve dhe aktiviteteve të cilat i kemi ngritur në këto xhami. Zhvilluam rreth 200 ligjërata gjatë vitit kaluar nga imam të cilët kanë qarkulluar në të gjithë xhamitë e Tiranës. Pra duke bërë kështu një harmonizim dhe një qarkullim të bukur që t'i vim në shërbim besimtarve. Nisëm projektin e kurseve fetare me 38 kurse dhe sot numrojmë 54 kurse në cilat mësojnë rreth 1100 nxënës në gjithë Tiranën. 45 nga këto kurse mbështetet nga donator vendas, Zoti i shpërbleft. Ramazanin që shkoi kemi suportuar hapjen e 34 xhamive, vepër që çdo natë të falet teravia në ato fshatra dhe në ato zona periferike, shërbim fetar i cili është shumë i nevojshëm për besimtarët e zonave. Madje kur bëm thirrje ishit ju që menjëherë për pak ditë e plotësuat shumën e nevojshme që të suportohen pra këto aktivitete fetare. Mundsuam rreth 1800 deri në 2000 iftare të gatshme në çdo natë Ramazani për 45 deri në 50 xhami në fshatra dhe në periferi të Tiranës, që t'i vim në ndihmë dhe në mbështetje këtyre xhamive të cilat pothuajse janë jashtë fokusit të donatorëve. Kemi projektin e jetimve. 25 jetim janë mbështetur nga donatorët huaj për disa vite me radhë, ndërsa për herë të parë hapëm kontributin nga donatorët vendas dhe menjëherë u plotësua shuma për 33 jetim dhe jemi në vazhdim e sipër akoma për ta shtuar këtë shumën. Zoti ju nderoftë dhe Zoti ju shpërbleft që na keni zbardhur fytyrën dhe na keni dhënë krenari. Kemi bërë rreth 300 dhurime gjaku për fëmijët talasemik, të cilët e kanë jetike marrjen e gjakut në Tiranë, ndërsa në të gjithë Shqipërinë arritëm 500 dhurime duke u renditur komuniteti musliman kështu, ndër dhuruesit më të mëdhenj të gjakut në vend. Kemi suportuar me pako ushqimore qindra familje në nevojë në bashkëpunim me shoqata dhe donatorë. Kemi realizuar takime me studentët e shkencave teologjike për të njohur me gjendjen dhe problematikat e tyre me qëllim që t'i qëndrojmë sa më pranë studentëve tanë. Krijuam hapësira për afrimin dhe angazhimin e tyre gjatë verës, por edhe pas përfundimit studimeve, që të kenë një vend të sigurt dhe të kthehen të sigurt për të shpërndar amanetin edhe dijet që kanë fituar. Nga të gjitha kërkesat për punësim dhe angazhim të ardhura në myftininë tonë, myftininë e Tiranës, kemi trajtuar dhe sistemuar rreth 70 prej tyre dhe gjysma e cilave janë pikërisht studentët e sapo përfunduar dhe kjo është një krenari dhe është një kënaqësi në vete. Kemi strukturuar projektin e kontributit vjetor për t'i dhënë mundësinë çdo kujt që të bëhet pjesë në mbështetje të veprave dhe projekteve të bukura, ku bën pjesë rreth 13.000 besimtarë të xhamive të Tiranës dhe besimtare që na suportuan neve në këto aktivitete. Gjatë vitit që shkoi, jemi munduar të forcojmë bashkëpunimin me institucionet fetare dhe xhamit në rajon dhe në diasporë, duke hapur dhe duke ndërtuar ura më të forta bashkëpunimi me këto institucione. Kemi dhënë zgjidhje për çdo problematikë që lidhet me mirëfunksionimin e xhamive dhe garantimin e qetësisë dhe ambientit shpirtëror në këto xhami, duke reaguar në kohë reale dhe duke synuar shërbimin sa më të mirë ndaj besimtarëve tanë, por jo vetëm. Kemi rritur vlerësimin e punës së imamëve në funksion të një shërbimi sa më cilësor ndaj xhamatit, komunitetit, po dhe ndaj shtëpive të Allahut xhelle xhelaluhu. Falenderoj përzemërsisht çdo hoxh, çdo imam për bashkëpunimin dhe shërbimin e tyre me përkushtim së bashku me stafet e xhamive përkatëse. Falenderojmë stafin e myftinisë dhe këshillin e saj për angazhimin e palodhur. Por një falenderim shumë i sinqert dhe i veçantë u shkon çdo motre dhe çdo vllai që na ka mbështetur dhe na ka besuar duke kontribuar me financa dhe duke qenë pjesë e këtij rrugtimi kaq të mrekullueshëm dhe kaq fisnik. Zoti ju shpërbleft, Zoti ju shtoft begatin dhe pasurinë dhe ju dhënë të gjithëve mirësitë e kësaj jete dhe të jetës tjetër. Me sinqeritet e deklarojmë përpara të gjithëve se çdo e mirë
dhe çdo gjë e bukur, çdo gjë e dobishme që është realizuar është prej Allahut xhaleshanuhu, ndërsa çdo mangësi ka qenë prej nesh dhe kërkojmë halallëkun dhe lutim Zotin xhaleshanuhu na përmisoj akoma më shumë në të ardhmen. Projekte dhe sfida më të mëdha na presin këtë vit kalendarik. E inshallah, dash Zoti, e lutim Allahun që neve të na japi sukses dhe mbarësi, duke kërkuar mbështetjen tuaj të vyer edhe në vazhdim. Wa ma tawfiqi illa billah. Çdo sukses është vetëm prej Allahut.